që na intereson neve është sa është vlerë shtuara në ekonomi ky numri i bizneseve. Nëse i marrim si numër nominal rritja e numrit të bizneseve të regjistruar në RBK, po. Ndoshta është një numër rreth 13.000, ashtu siç po raportohet deri në fund vitit që planifikohet janë. Mirë po, nëse shikojmë raportin vjetor të Agjencionit të Statistikave të Kosovës, dalin që numri i bizneseve kemi mos përputhje të numrit të bizneseve në RBK, në ATK dhe vetë në raportin e Agjencionit të Statistikave të Kosovës. Ky trendi i regjistrimit bizneseve këtë vit, nëse ka analizojmë 9 mujorin e parë të këtij viti, domethënë janar-shtator 2025 me janar-shtator 2024, dikon rreth 15.3 miliard është qarkullimi i këtyre bizneseve të raportuar. Në vitin e kaluar vëm 14.3, që vjen rreth një 6% rritje. Kur kësaj 6% rritje të qarkullimit po flasim, domethënë numri i bizneseve po na rritet, po qarkullimi si tërësisë po na rritet, nuk arrit vetëm 6%. Kur të marrim për bazë edhe dhana tjera që inflacioni këtë vit deri në shtator dikun ka qenë 5.1%, dhe rritja reale në qarkullim është as 1%. Prandaj s'kemi rritje reale të qarkullimit të bizneseve. Kemi numër nominal të bizneseve të regjistruara. Dhe kjo po reflektohet për diçka tjetër ndoshta. Bizneset kanë pa që këtë vit janë dalë në mënyrë të jashtëligjshme, të detyrueshme, të dhunshme në tregun e energjisë elektrike, pa kurrë farë kriteri bazik. Dhe bizneset çka po bëjnë, po doin me nda. Unë shihet këtu, ka biznese ku qarkullimin do të nda në 2, 3, 4 biznese. Normalisht, si numra nominal, këto regjistrojnë 3 biznese, por po si qarkullimi është i njëjti, prandaj nuk është dashur të mirët si bazë numri i regjistruar në bizneseve. Për me marrë një statistike reale, është dashur të krahasohet sakt numri i bizneseve që deklarojnë vlerë financiare në ATK, krahasu vitin e kaluar me këtë vit. Atëherë do të shihmë se sa ka impakti real i këtyre bizneseve që janë regjistruar. E para, do të thonë numri i madh i projekteve të cilat janë kanë me u planifikuar, me fillu, me investuar në Kosovë, janë pezullu. Faktori kryesor ka qenë çështja e energjisë elektrike, tregu i lirë i energjisë elektrike, të cilin fatmirësisht tash e kemi fituar si proces në gjykatën supreme, edhe po presim vendimin e ZRE-s që ta zbatoj këtë vendim, në të kundërtën do të vazhdojmë me kallëzime penale për mos zbatim të vendimit të gjykatës. Von, vret një kurrje investimeve të biznesit, normalisht edhe të qarkullimit. I marrmi raportin, dhanat flasin, janë statistikat që flasin. Nëse e krahasojmë eksportin e këtij viti me vitin e kaluar, eksporti nuk ka rritje. Ndërkohë importi e ka tejkalu 5 miliardin deficiti. Domethënë importet janë rritë ekstremisht shumë, ndërsa eksporti është në vlera minimale. Atëherë si u ndodhi tash rritja? Nuk kemi rritje reale të qarkullimit. Kemi fryrë rritje nga pjesa e inflacionit, ata që e përmenda unë, ndërsa rritje reale të qarkullimit nuk ka në Kosovë. Edhe ne janë shqiptarë, edhe në veri janë shqiptarë, ka biznesi shqiptarë edhe në veri, madje numri i njëjtë i biznesit, numri unik ose fiskal i biznesit njëjtë, andej ure pagun me tarif tullt, kënej ure ka dalë në tregun e lirë dhe pagun 2 fishin, 3 fishin e faturës. Kjo është domethënë shkelje e hapta se kushtetutës, sepse ki konkurrencë kjo ofertë. Kosova është territori i njëjtë, si anejure, si knejure. Kjo po jep me nënkuptuar që ZRE nuk i ka parapri pakës ligjore, përgatitjes për daljen në tregun e lirë, me i pa të gjitha situatat, me u trajtu si duhet veprohet, pastaj na me dalë në tregun e lirë. Biznesi i njëjtë e ka dyqanin anejure, dyqani i njëjtë është knejure, ball për ball, i harxojnë kilovat e njëjtë. Anejure e pagun 3 fish më lirë në veri, knejure e pagun 3 fish më lartë energjinë elektrike. Kjo s'është fair. Anejure ja pagun elektroseverit, knejure e pagun njën nga operatorët e licencuar që pa kontratë. Që kjo situatë është, atëre çfarë barazie ka këtu? Kemi situata edhe mbrenda vetë, që pelajmë veriun kemi mbrenda territorit Kosovës, ku bizneset që e prodhojnë të njëjtin produkt, vetëm se njëri prej bizneseve, vitin e kaluar 2024, ka pas një numër më pak të kontorëve, ndërsa qarkullimin është e ka pas më të madh se çë biznesi tjetër. Ka pas 9 milion euro qarkullim. Biznesi tjetër ka pas 2 milion euro qarkullim, por i ka pas 51 punëtor. Ky ka dalë në treg lirë me 51 punëtor, ai me 9 milion euro, e që ka pas 49 punëtor s'ka dalë në treg lirë. Është pabarazi totale.
Prandaj edhe kemi mirëprit vendimin e Gjykatës Supreme në këtë rast, edhe shpresojmë që shumë shpejt edhe ZRE-ja ta aprovon këtë të mundën ta zbatën në praktikë këto, ta kthen në zero, ashtu që ka thënë edhe Gjykata Supreme, këtë proces edhe të vazhdojmë pe pikë zero, bashkërisht dalim me tregun e lirë, sepse bizneset nuk janë kundër tregut të lirë. Do të kuptohet që jemi në kampanje zgjedhore dhe ne do të kemi dhe do ballafaqohemi me deklarata të ndryshme nga përfaqësues institucional. E dyta është fakti që në Kosovë statistika jep gjithmonë rezultate të sakta të dhëna të gabuara në këtë drejtim, po manipulohet edhe me numrin e biznesit të regjistruara, që nuk është aq relevant sepse substanca ekonomike është mbi të gjitha. Kosova ka nevojë për qëndrueshmëri të bizneseve, këtu flitet për bizneset të cilat janë të regjistruara, po nuk flitet për ato të cilat janë të shuara, flitet për bizneset të regjistruara, të cilat janë më së shumti në sektorin e tregtisë, që vetëm e përshpejtojnë eksportimin e parave të gatshme të qytetarëve të Kosovës dhe importimin e madrave, dhe në vitin 2025 do të arrijë një rekord që do të jetë mbi 7 miliardë euro, dhe fakti që sa më i madh është eksporti parave të gatshme apo sa më i madh është importi, ne importojmë edhe inflacion të heshtur, nuk duhet të na habit fakti që sot produktet esenciale për qytetarë janë më të shtrejta se sa në vendet e Bashkimit Evropian, dhe të njëjtën kohë e kemi pothuajse një ngrirje të pagave qoftë sektorin privat, qoftë në atë publik. Nuk jetohet vetëm nga pensionet dhe ndihmat në Leoni, duhet qëndrueshmëri ekonomike. Në numrin e bizneset të regjistruara janë 3 dukuri. E para, shumë bizneset të fuqishme krijojnë apo regjistrojnë kompani të tjera për të lehtësuar të bërit biznes. Në rend të dytë është një dukuri që i kemi më tepër se 1300 kompani në Kosovë të cilat janë të goditura nga vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ngritje të çmimit dhe për të atij rangimit që janë biznese të mëdha dhe të paguajnë 3 fishin apo 4 fishin e çmimit të energjisë elektrike më shtrejt, regjistrojnë biznese të tjera që të ndahet në departamente apo në sektore të caktuara dhe të iket kësaj bare. Dhe treta, kemi biznese të reja të ndrive që hynë më tepër në tregti dhe në IT, dhe ato do thotë e bëjnë këtë dallim. Mirëpoësisht e mundur të kemi do thotë rritje qarkullim total në mbi 15 miliardë euro, që krahasuar me vitin 2024 është një përgjigje minore, dhe të kemi 15% rritje të numrit të bizneseve të regjistruara siç e potencon qeveria. Prandaj është një paradoks i kohës që duhet të analizohet, por në këto rrethana me këta parametra ekonomik, Kosova ka shumë më tepër ta ul kokën të punojë dhe të mobilizohet për ekonomi, sesa të krekoset me të arritura në kohë të zgjedhjeve të cilat na presin me 28 dhjetor.